Kursi ka qenë shumë mirë, ka shku ketë bukur, profesorët kanë qenë mrekullueshme, edhe grupi ka qenë shumë i mirë, kështu kemi mësuar shumë. Po është vështirë të vlerësosh tani, me grup të moshat të vogël, natyrisht që ja filloj, po s'krahasohet se unë kam qenë lojtar, tash trajner, janë dallime shumë të mëdha, kështu që inshallah të ardhmen vazhdoj me Granitin, Graniti si trener numër 1, unë trener numër 2. Sonte përfundojna UEFA-n B, në janar kësmet janë nisi me UEFA-n. Kombëtarja besoj që ka me arrit rezultate shumë të mira. Kundër Andorrës patjetër që duhet një fitore, kundër Anglisë inshallah me një barazim dhe do shkojnë në fazën tjetër. Edicioni ka shku shumë mirë, po edhe është kënaqësi me konë me ta kolegë aq më tepër kur socializohesh dhe krijon shoqëri të re, edhe ndon mendime, edhe ide të reja, edhe shkon bën, po edhe njëkohësisht edhe merr, sepse jena si stam edhe fillestar në këtë profesion. Një falënderim i veçantë shkon edhe për Federatën Shqiptare, që na ka mundsuar dhe ja ka mundsuar çdo herë. Edhe futbollistë, po edhe ish futbollistë, po edhe futbollistë të superiorës, gjithë kombit shqiptar që ja ka mundsuar dhe i ka mbështet në çdo aspekt, qoftë në shkollim dhe në çdo lami që ata kanë pas nevojë. Pritjet jashtëzakonshme për me arrit atë qëllim, por i kanë bërë shumë mirë çunat që me këto ndeshje kanë treguar që kena kualitet edhe cilësi të jashtëzakonshme, po edhe si kom që jena me kulturë sportive dhe mbështetës pa kurfar hezitimi. Një gjithë kombi shqiptare ka mrapa edhe le të vazhdojnë. Urojmë shumë, sepse është herët me fol para se me ndodh ai sukses i madh, mirë po janë shumë afër dhe uroj që të arrijmë ato